të gjitha këto sulme kryetar, a keni pas përkrajën e dur të kolegëve të Gjykatës Supreme dhe a ju ka dalë në mbrojtje edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës? Rastin kur jam sulmuar personalisht, ka reaguar Gjykata Supreme. Është reagim, ka pas edhe media që kanë reaguar, por realisht çaq shumë ka pas sulme të vazhdueshme, sa që ka qenë gati edhe vështirë me përcjell. Se do të më najt vetë reagu. Po, edhe çështja u diskutua pastaj çështja se a ja vlen me reagu për gjitha këto, apo dikush po dal më bë fakturë atje. Nëse merr vëmendjen tonë vazhdimisht në reagimet tona për këtë çështje. Por ç'është e vërteta edhe na si institucione edhe vetë si individ na jem të rezervuar në kuptimin e reagimeve ose gjyqtar për shkak kuvizimeve që kem, dhe shumë raste na jemi si me thonë tabele qitje për shumë gjona, po reagimi është ka herë edhe problematik se do shta në aspektin e asaj sa është e vlefshme me reagu për çdo gjë, sepse dikur është ndërru diçka se edhe qesharake, sepse nuk është e lehtë, ku pas në mbështetjen në kuptimin edhe nga ambasadorët huaj që kanë vizitu PZAP-ën dhe kanë dhënë vlerësime pozitive për funksionimin e PZAP-s, për qasjen objektive, të paanshme edhe ferm në aspektin e trajtimit të gjitha ankesave. Por nuk ka qenë lehtë si proces mu përballë realisht edhe me raste, por edhe me sulme që kanë qenë të njëpasnishme. Kryetar, jemi në një kohë kur secili po e ndjen veten si ekspert të kushtetutës edhe po interpreton gjithçka në lidhje me zhvillimet që janë duke ndodhur në situatën e tanishme kur po kalojnë politika. Siç po interpretohen shumë aspekte të aktualitetit, ndoshta ka shumë gjasë që vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje, mund të hyjmë edhe në një cikël pra ku nuk mund të ketë zgjidhje për sa i përket zgjedhjes së presidentit, edhe vendi mund të shkojë në zgjedhje. A e kemi të gatshme PZAP-ën që sërish të përballet me këto zgjedhje që eventualisht mund të organizohen? Pikërisht kjo është prap sfidë që në rast se shkojnë zgjedhje prap, është një barë shumë e rëndë për neve në kuptimin e zgjedhjeve njëpasnishme. Po jo vetëm për neve, por edhe për shoqërinë përgjithësi. Por ne prap kemi nevojë për buxhet shtesë dhe për staf shtesë për çdo palë zgjedhje që mbahen. Dhe realisht kjo është diçka që e dinë institucionet, por sigurisht që ne në rast se shpallen zgjedhjet do të bëjmë edhe kërkesë të veçantë ku do të kërkohet buxhet shtesë për me mbulu pra shpenzimet që janë domosdoshme për funksionimin e vet. Realisht pra e thash që këto palë zgjedhje na kanë shërbyer në kuptimin e ndërtimit të praktikave dhe ne jemi të gatshëm pra si staf edhe si panel me trajtu çdo rast dhe brenda kohës ashtu siç kemi vepruar deri më tash, edhe nëse nuk na aprovojnë buxhetin, nuk na kemi mundësi me angazhu staf shtesë, ne do të mundohemi përballu atë sa mundemi dhe me trajtu gjitha rastet brenda afatit të arsyeshëm për kaqësh kohës që kemi, sepse ligji për zgjedhje parashë afate është kohë gjatë shkurta, varësisht nga faza, nga ato 48 orë, 72 orë edhe deri te 96 orë, por janë afate shumë shkurta sepse brenda asaj kohe do të pranuar ankesën, me regjistru, pastaj rasti me përkthy, do të më çu për përgjigjen KQZ, pastaj me vendos në asaj panel. Janë disa faza të procesit. Ka mundësi që e rrezikon funksionimin e PZAP-s mungesa e përkrahjes. E thashë më herë, deri më tash kemi funksionuar me një farë forme të shtyme me të gjitha kapacitetet, por kjo është goxha problematike. Muajt 5 palë zgjedhje brenda një vite gjysmë është goxha problematike. Është vend jashtëzakonshëm, por pse Kosova e mundson edhe një gjatë tillë. Kryetar, për sa i përket transparencës, në njërin anë PZAP-ja, siç e theksut, i bën publike të gjitha vendimet në një kohë që është goxha reale. Mirë, po në anën tjetër janë disa çështje tjera, për shembull si ndoshta mbajtja takimeve, mbajtja e seancave dëgjimore, nuk është që i kemi pa shumë në publik. A mban PZAP-ja seanca dëgjimore, edhe nëse po, pse nuk ka informim të publikut për to? Pra, transparenca në kuadër kësaj një nga çështjet që e kemi diskutuar pa dhe ligje parashë. Pra, jemi udhëheq nga ajo që me qenë transparent dhe më informu gjithë aktorët dhe publikun për funksionimin e PZAP-s dhe për shembull kuadrëve faqes kit dhona mjaftueshme ku për nga faza kur informata qysh paraqitet ankesa, çka do të përmbajë një ankesë, kush mund të paraqes ankesë,
afatet për cilat mundet me vendos PZ, po ja, edhe gjitha procedurat. Kemi përpilu edhe vitin e kaluar rregulloren, që parashef procedurën për parashtrimin e ankesa dhe vendosjes nga PZ. Në mënyrë detajume janë shpjeguar gjitha hapat, çka do të më përmbajt ankesa. Plus në web faqe kemi edhe formularin e ankesës që dikush mundet me me printu edhe me mbush, pra edhe me ju drejtu PZ-s. Publikimi bëhet brenda afatit, rekord dhe të gjitha. Një çështje që e diskutove që ndoshta e kemi ende që s'kemi mujt me përmbush sipas ligjit, që diskutohet se kur në cilat raste është mbajtja e takimeve ose seanca publike kur vendos PZ në disa raste. Dispozita ligjore parashet si mundësi në raste të caktuara që është diskrecion PZ-s, pra në raste të caktuara. Por që nuk është obligim. Por që nuk është obligim, por që për nevojën për paraqitjen e ndonjë fakti dëgjimin e parë mundet me bëj këtë hapje. Dhe një pjesë të dispozitës fol për rastet kur PZ do të më hap seancë kur ka të bëjë me certifikimin dhe për rezultatin përfundimtar, qoftë partisë ose të një kandidate për kryetar të komunës. Që është e vërteta, deri me tash nuk është që jemi përballë me ndonjë situatë që kemi vlerësuar që na do të më bë hapjen e mbajtjen e seancës, por këtu ka ndiku ti më të qartë çështja e kushteve që thashë në fillim. Pra, realisht kushtet që kemi aty si institucion, pothuajse kemi të pamundur me mbajt edhe seanca, edhe ashtu siç edhe e shtrua aty pyetjen, por besoj që shumë shpejt. Pra është çështje që jemi të marrë dhe kemi gjetë një modalitet që nëse është e mundur ndonjë seancë me mbajt edhe në përgjykata, sepse atje është hapësira pothuajse e panevojshme ose pa mjaftueshme për me mbajt seanca të tilla. Por nuk është që është diçka që është kërkuar nga subjektet që kanë paraqitur ankesë. Pra, realisht te ajo çështja e diskrecionit PZ-s për me hap seancë, kur e vlerëson se në rastin e caktuar ka kushte, u vlerësues nga ankesa për mbajtje atyre prova që janë paraqitur që s'ka pas nevojshme sepse ka pas material të mjaftueshëm për me vendosur për një çështje dhe rrjedhëmisht nuk kemi hap seancë. Kështu që në raste specifike kur e shohim që është patjetër nevojshme, sigurisht që do të më hap seancë.